A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulina Muhammedi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Me emrin e Allahut mëshiruesit, mëshirbërësit. Falëndërimi takon Allahut të madhëruar, paqja dhe mëshira e tij qofshin mbi të dërguarin e tij Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij dhe mbi gjithë ata të cilët ndjekin rrugën e tij deri në ditën e fundit. Të nderuar vëllezër dhe motra, në videon e parë folëm për rëndësinë e namazit, ku kujtojmë se pejgamberi alayhi salatu wasalam na tha në hadithin e tij: "Aqrabu ma yakunu al-'abdu min ar-rabbi fi s-salati." Vendi, momenti më i afërt që është robi me Allahun e madhëruar është pikërisht namazi. Dhe në hadithin tjetër ai tha: "Li ma Allahi waqtun", un kam me Allahun e madhëruar një kohë të veçantë, ku e kishte fjalën për namazin. Sonte do të flasim për përgatitjen për namaz. Pikërisht pra për këtë adhurim kaq të rëndësishëm, patjetër që ka edhe një përgatitje para tij. Pra duhet të përgatitemi në atë mënyrë që të jemi të gatshëm të dalim tek Allahu i madhëruar sa më mirë. Kjo përgatitje është në dy faza. Faza e parë është faza materiale. Për atë të cilën flasin librat e fikut, ku na tregojnë për kushtet para namazit dhe kushtet brenda namaz. Ne do të ndalemi në 2 apo 3 kushte para namazit, të cilat janë shumë të rëndësishme. Pastrimi i trupit, i rrobave dhe i vendit ku do të falemi. Pra të treja këto kanë lidhje me pastrimin. Vëllezër dhe motra, shpeshherë neglizhojmë një gjë e cila na duket e vogël, por në fakt është shumë e madhe dhe shumë e rëndësishme. Ne po përgatitemi për të dalur para Allahut të madhëruar me adhurimin më të veçantë që Allahu i ka dhënë robit, pra me namazin. Me kushtin më të rëndësishëm në Islam pas shahadetit. Dhe neglizhojmë pastërtinë. Pejgamberi alayhi salatu wasalam thotë: "Në varr dënimi më i madh i njeriu do të jetë nga urina, nga stërpikja e urinës. Kur hym për të kryer nevojat tona personale, duhet të jemi të kujdesshëm që të mos stërpikemi, mos të hymë me çorap. Sepse duke hyrë me çorap, çorapet janë shumë afër tokës dhe pikat e urinës është shumë e rrezikshme nëse bien te çorapat tona. Pra, mos të hymë në tualet me çorap, të përveshim pantallonat ne burrat, ndërsa femrat të rregullojnë rrobat e tyre në mënyrë që të mos stërpiken. Dhe kur të dalin nga banja, të lajnë pjesët e këmbëve poshtë, pra poshtë gjurit, me duart e lagura, në mënyrë që nëse është stërpikur, ta pastroj atë. Se nëse marrim abdes, por trupi jon apo rrobat tona kanë urinë, atëherë ne jemi të papastër. Dhe Zoti na fal, namazi mund na shkojë dëm, sepse nuk ka plotësuar një ndër kushtet kryesore, pastërtinë. E dyta, duhet të kemi rroba të pastra edhe të hijshme, të thjeshta, por duhet të kemi kujdes mos të kemi rroba me shkrime të cilat nuk ja dim kuptimin, me figura të cilat nuk ta kanë hije, me fytyra njerëzish, kafshësh, apo diçka tjetër e cila nuk na përshtatet neve si musliman, as në jetën e përditshme, jo më pastaj kur ne hymë në namaz. Prandaj vëllezër dhe motra, duhet të kemi kujdes. Kur të hymë në tualet, pra të pastrohemi dhe të jemi shumë të kujdesshëm, dhe rrobat që përdorim të jenë të mira, të jenë të pastra. Një fjalë e urtë dhe e bukur thotë: ndoshta të pasur që të veshim rrobat e reja nuk jemi, por që të veshim rrobat e pastra, të pastër duhet jemi. Vëllezër të nderuar dhe motra shumë të nderuara, një fenomen tjetër i cili shpeshherë ndodh
mesin ton është verës, ku shetisin me pantolonat e shkurtra deri në gjunjë, ndoshta pak më poshtë gjurit, po ka raste edhe pak sipër gjurit. Me këtë rroba nuk mund të hymë në namaz. Ose me një bluzë të shkurt, e cila kur bijem në ruku apo në sejdë na hapet kurrizi. Dhe kjo bëhet shkak që të na prishet namazi, sepse personi që na shikon neve shikon auretin ton, pjesën haram pra tonën, ja prishim edhe atij namazin, por prishim edhe namazin ton. Prandaj duhet të jemi të kujdesshëm. Kjo nuk do të thotë se ne mund të shëtisim me pantallona të shkurtra gjatë ditës, pra përmi gjumë, sepse aureti i mashkullit është nga nëngjuri deri mbi kërthiz, ndërsa femra dihet e mbuluar përveç fytyrës, duarve dhe këmbëve nga nyjet. Prandaj duhet të jemi të kujdesshëm. Rrobat të jenë të gjera, të bollshme, në mënyrë që të mos na duken vijat e trupit, linjat e trupit pra. Dhe përgatitja tjetër është përgatitja shpirtërore, një përgatitje shumë e rëndësishme, që ne në fakt ndoshta nuk i vëm rëndësi as pak. Përgatitja shpirtërore është përgatitja e zemrës për namaz. Gjë që do të thotë se kjo përgatitje është pikërisht shpirti i namazit. Namazi i cili është kushti më i rëndësishëm në Islam pas deklarimit të shahadetit, duhet të falet me qetësi shpirtërore dhe të fillohet duke e larguar sa më shumë mendjen tonë nga punët dhe mendimet e kota. Kjo lidhet me suksesin e namazfalësit në luftën e tij kundër nefsit, kundër epshit dhe kundra dëshirave të kësaj bote. Pra, nëse ne përgatitemi për namaz, duhet që të përqendrohemi, të përgatitemi shpirtërisht, në mënyrë që kur të hymë në namaz, mos të luftojmë me mendjen tonë për punët e kësaj bote, por të jemi të qetë edhe të përkushtuar tek Allahu i madhëruar. Hasan el-Basriu, rahimahullah, thot: kullu salatin la yahdhuru fiha al-qalbu. Një namaz i kryer pa zemër. Pra, një namaz i cili falet pa e pasur zemrën gati, pa e përgatitur atë zemër, fehie ila al-uqubati asra'u. Ai nuk është asgjë tjetër, thot, vetëm se përshpejton vuajtjet e falësit. Pra, nëse një namazfalës fillon namazin, por nuk është përgatitur me zemër për ta falë atë, namazi i atij personi bëhet i rëndë. E detyron njeriu, e detyron namazfalësin që ta falë me shpejtësi, ta falë pa rregull, në mënyrë që të dalë sa më shpejt prej namazit, se ky namaz e shtrëngon. Imam Serhendiu thot: qad takarrara 'inda al-hukama'i, dietarët të urtit e kësaj feje kanë rënë dakord. Pra, kanë konfirmuar se anna al-marida ma dama al-marida, të sëmurit përderisa i vazhdon sëmundja, pra, gjatë kohës që është i sëmur, la yanfa'u ghidha'un aslan walau kana min a'azzi al-akli wa ahsanihi. Ati nuk i bën dobi dhe nuk i shijon as ushqimi më i mirë. Pra, përderisa i sëmuri vazhdon të jetë i sëmur, edhe pse mund të hajë ushqimin më të shijshëm në botë, ati nuk i shijon, por edhe nuk i bën dobi. Fakadhalika al-insanu ma dama mubtalan bi marad al-qalbi. Gjithashtu thot, edhe për njeriu i cili në zemrën e tij ka një sëmundje, pra është i sëmur në zemër, ka ato problemet e tija shpirtërore në zemër, kama qala ta'ala fi qulubihim maradun. Pikërisht ashtu siç thot Allahu i madhëruar, në zemrat e tyre ka sëmundje. La tanfa'uhu, nuk i bën dobi asgjë. Ibadatun, nuk i bën dobi adhurimi. Wa ta'atun, dhe bindja tek Allahu i madhëruar, aslan bel hiya madarratun leh. Pra, në asnjë mënyrë nuk i bën dobi as ibadeti, pra adhurimi, as bindja tek Allahu i madhëruar, vetëm se ajo vazhdon të jetë një sëmundje në shpirtin e tij. Po kështu, pra kanë thënë, ata që vuajnë me këtë sëmundje zemrën,
pa e pastruar zemrën e tyre, nuk do ta shijojnë namazin e tyre. Prandaj nuk është e mundur që një person i cili nuk shpëton dot nga sëmundjet e zemrës të jetë gati 100% për namaz. Përsëri Imam Serendi u thot, yembaghi an yu'lam, duhet të dish, pra të jesh i bindur se kama anna marad adh-dhahiri, ashtu siç është sëmundja e dukshme, pra sëmundja në trup, mujibun lil usrati, shkak për vështirësi në trupin e njeriut, pra do të jesh i bindur se siç është sëmundja e trupit, sëmundja e dukshme fizike, vështirësi për trupin, wa ta'abbuj dhe mundim fi edai l-ahkami shar'iyyati në plotësimin e obligimeve fetare. Pra dihet i thot se siç është sëmundja e trupit, mundim dhe vështirësi për të kryer obligimet fetare, kedhalika maradul batini, kështu është edhe sëmundja shpirtërore, sëmundja e padukshme, eidan, pra njësoj si sëmundja e trupit, sëmundja fizike, ashtu edhe sëmundja e shpirtit është vështirësi dhe mundim për të kryer obligimet fetare një njeri. Sheikh Ebul Vefa është një nga dietarët e kohës së Fatih Sultan Mehmetit, një dietar i urtë, plot urtësi, i cili thot, nëse shikoni një njeri i cili ka hyrë në vendin ku jetoni ju, dhe ky njeri ngren pesha shumë të rënda, ai mburret me këtë gjë. Pra, ai në një farë mënyrë tregon mendje madhësi thot me këtë dhe vazhdon të ngrej pesha edhe më të rënda se ato që ka ngritur. Se epshi i tij, uni i tij ushqehet me këtë. Por mos harroni thot se ngritja e ibrikut për të marrë abdest është shumë më i rëndë se peshat që ngren ky person. Arsyeja është se ibriku i abdestit është më i rëndë për nefsin, për egon, për unin e njeriut. Se me atë ai nuk mund të shes mend. Por e kundërta, ai mund të ul hundën, mund të ul veten, të jetë modest, edhe me atë ibrik të marrë abdest, të dalë para Allahut të madhëruar, i përgatitur për të falur namazin. Përsëri Imam Serendi u thot, i'lam anna al-iltidhadha bil ibadati, dijeti o besimtar se shija e adhurimit, pra që ta shijosh adhurimin, wa irtifa' al-kulfati, dhe largimi i problemeve, largimi i mundimeve, fi edaiha min ejelli ni'amillahi subhanahu wa ta'ala, nuk është asgjë tjetër vetëm se një dhunti, një dhuratë prej Allahut të madhëruar. Pra dije ti o besimtar thot se shija e adhurimit dhe largimi i problemeve nga ti nuk është asgjë tjetër vetëm se një dhuratë nga Allahu i madhëruar. Khususan fi edai salati, dhe kjo në mënyrë të veçantë kur ti e duke falur namaz. Elhamdulillah. Përsëri thot, wa dhikrul qalbi, dhe dhikri i zemrës. Pra subhanallah, elhamdulillah, Allahu akbar, astaghfirullah al-azim wa atubu ilejk, Allahumma salli ala sayyidina Muhammedin wa ala ali sayyidina Muhammed, subhanallahi wa bihamdihi. E me radhë, pra dhikri që bëjmë me zemër, eidan është përsëri thot, mu'ayyidun li itjani l-ahkami shar'iyyati, është thot për të përmbushur obligimet fetare, pra të ndihmon për të përmbushur obligimet fetare, wa dafi'un li inadin nefsi l-ammarati, dhe është ilaçi më i mirë për të thyer inadin e epshit, e egos, e nefsit pra ammare. Pra si thot, dhikri me zemër është mundësia më e mirë për të kryer obligimet fetare
dhe për të thyer inatin e nefsit që neve don të na orientojë gjithmonë ku tek dëshirat, epshet e kësaj bote. Pra, mënyra për të shpëtuar nga ngacmimet e nefsit është të lidhesh me Allahun e madhëruar sipas sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Vëllezër dhe motra, një pikë shumë e rëndësishme është që namazet t'i falim në kohën e parë kur hyn ata. Në kohën e parë. Është shumë e rëndësishme. Sa të thirret ezani, mundësisht të shkojmë në xhami, ta falim me xhamat, sepse një namaz i falur me xhamat është 27 gradë më lart se namazi që falin vetëm. Në xhamat ka bereqet, në xhamat ka rahmet, në xhamat ka begati, ka harmoni. Prandaj të mundohemi që namazet t'i falim me xhamat. Por edhe nëse nuk kemi arritur të falim me xhamat, atëherë të mundohemi aty ku jemi, në punë, në shtëpi, apo ku jemi, kudo që të jemi pra, ta falim në kohën e parë të namazit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith thot: "E habbul a'mali ila Allahi", puna më e mirë, më e dashur tek Allahu i madhëruar, çfarë është? Es-salatu li waqtiha, është namazi në kohën e vet. Puna më e dashur tek Allahu i madhëruar, pra është të falësh namazin në kohën e vet, pra në kohën e parë. Po pastaj thumme birrul walidaini, pastaj ti bësh mirë prindërve tu, të sillesh mirë me ta. Siç thot Allahu i madhëruar në Kur'anin famlar, kur ata të plaken, të silleni mirë me ta, ti mëshironi ata dhe mos ju bëni as of në asnjë kërkesë të tyre. Është shumë e rëndësishme. Thumme al-jihadu fi sabilillah, pastaj të luftosh në rrugën e Allahut të madhëruar. E shpjeguam edhe në videon para kësaj të nderuar vëllezër dhe motra. Jihad në rrugën e Allahut nuk do të thotë me patjetër të luftosh me armë, me shpatë, me pistolet, apo me tank, apo me diçka tjetër kundra armikut. Lufta më e madhe është të luftojmë kundra veseve të këqija që kemi ne, kundra atyre gjërat të cilat neve ne largojnë nga rruga e Allahut të madhëruar. Lufta në rrugën e Allahut është të mbrojmë familjen tonë, të edukojmë fëmijët tanë ashtu siç i ka hije një muslimanit, sipas rrugës së pejgamberit alayhis salatu wassalam. Për namazin e falur në kohë ka bukuri hyjnore, thot Sheikh Sulejman Hilmi Tunahan, një nga muderrizët e fundit të Perandërisë Osmane. Thot në të ka pëlqim hyjnor. Pra Allahu i madhëruar e pëlqen atë që fal namazin në kohën e vet, në kohën e parë pra të tij. Ndërsa për namazin e falur thotë që vonohet, këto bukuri zhduken, mbetet vetëm falja e namazit. Pra nëse ne e falim namazin në kohën e parë, sa të thirret ezani, direkt pas ezanit, falim namazin, Allahu i madhëruar pra në të ka pëlqim hyjnor, ka falje hyjnore, ka dhe bereqet, ka bukuri. Ndërsa nëse e falim nga fundi i kohës, vetëm kemi falur namazin, kemi kryer obligimin, por Zoti na fal, nuk kemi përfituar asnjë bukuri tjetër. Allahu i madhëruar në Kur'anin famlar thot: Bismillahirrahmanirrahim. Hafidhu ala salawati was salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin. Vazhdoni rregullisht namazet. Pra falni namazet me rregull. Edhe namazin e mesëm, pra namazin e iqindis, ndaj Allahut të jeni të përkushtuar në namaz. Në surën Bekare, ajeti 238. Pra, edhe pse ka transmetime të ndryshme për namazin e mesëm, sipas shumicës së komentuesve të Kur'anit, ata thonë se është namazi i ikindis. Pikrisht gjatë komentimit të surës Wal Asri, Sheikh Sulejman Hilmi Tunahani thot: namazi i ikindis ka lidhje direkt me Allahun e madhëruar. Namazi i sabahut ka lidhje me bukurinë e Allahut të madhëruar, ndërsa namazet tjera kanë lidhje me cilësitë e Allahut. Prandaj Allahu Teala është betuar vetëm në namazin e ikindis. Kjo tregon madhështinë e fshehtësive hyjnore të kësaj kohe të namazit, pra të namazit e ikindis. Besimtarët do të nderohen
me bukurinë e Allahut të madhëruar në xhennet gjatë kohës së namazit të ikindis, pra masdite. Dhe gjatë kohëve të tjera do të jenë të zënë me dhuntit dhe begatit e tjera që Allahu i madhëruar ju ka dhuruar atyre në xhennet. Aliu radiallahu an, kur u afronte namazi, dridhej. I dridhej trupi dhe kur e pyesnin sahabët, njerëzit që e rrethonin, o emiri i besimtarëve, çfarë ke? Çfarë po ndodh me ty? Pse dridhesh? Ai thonte: "Jaa waqtu adai amanatin aradaha Allahu Taala." Thot, ka ardhur koha për t'i dorëzuar amanetin, pra për të falur namazin tek Allahu i madhëruar. Prandaj edhe ne, vëllezër dhe motra, duhet të jemi të kujdesshëm. Ndoshta trupi nuk na dridhet kur afrohet namazi, por mendjen dhe zemrën duhet ta kemi aty. Dhe kur të hymë në namaz, mos të kemi punë tjetër, por të merremi vetëm me namazin. Allahu i madhëruar na bëth prej atyre të cilët i kushtojnë rëndësi namazit. Përgatiten materialisht, fizikisht, edhe shpirtërisht para se të hynë namaz, e kjo përgatitje vazhdon derisa të japim selam e të dalim prej namazit. Allahu i madhëruar na pranoft namazet tona, adhurimet tona, lutjet tona. Miru takofshim në videon tjetër. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe bekimi i Allahut qoftë mbi ju.